Finalizohet pas një pune hetimore disa mujore nga seksioni për hetimin e krimeve ekonomike financiare në bashkëpunim me prokurorin, operacioni policor i koduar Medisin. Arrestohen 4 administrator farmacie dhe procedohet një tjetër pasi tregtonin në farmacitë e tyre ilaçe të kontrabanduara. Në subjektet dhe në banesat e tyre u gjetën dhe u sekuestruan ilaçe të kontrabanduara me vlerë rreth 800.000 lekë. Si rezultati i hetimeve proaktive të ndjekura për disa muaj në kuadër të operacionit Medisin me objektiv goditjen e kontrabandës së mallrave, u arrestua në flagrancë shtetasit SHY, 65 vjeç, AX, 59 vjeçe, PB, 36 vjeçe dhe TP, 35 vjeçe. Gjithashtu nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasen TA, 53 vjeçe. Nga kontrollet e kryera në farmacitë që administronin këta shtetas, si dhe në banesat e tyre u gjetën ilaçe pa pullën fiskale nga Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore, me vlerë rreth 800.000 lekë. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier për veprime të mëtejshme.